Kemi po kështu një plan mjaft ambicioz bashkë me Komisionin Evropian për të përmbyllur negociatat brenda 2027-s. Është një dritare e jashtëzakonshme mundësie dhe jam i sigurt që nuk do të qëndrojë hapur gjithmonë. Kështu që duhet bëjmë gjithçka mundemi për të mos ta humbur. Duke përdorur inteligjencën artificiale, po e bëjmë këtë punë në një mënyrë shumë të ndryshme me një shpejtësi krejt tjetër, sepse vetëm për të transpozuar korpusin ligjor të Bashkimit Evropian, sikur edhe mekanikisht, në korpusin kombëtar legjislativ do të kërkonte një ushtri përkthyesish, një ushtri hartuesish, ligjshkruesish e shumë njerëz të tjerë. Ne duam ta bëjmë edhe më shpejt sepse po krijoj modelin që jo vetëm transpozon kohë reale, por është i aftë të na jap atë çfarë quhet pajtueshmëria me legjislacionin ton. Po kështu, është e aftë që t'u jap atyre njerëzve që duhet përgatisin gjithçka për qeverinë, për parlamentin, aftësinë që në një farë mënyre të shohin si në një pasqyrë ngjashmërisë apo mos përputhjeve të asaj çfarë kemi këtu dhe çfarë vjen nga BE-ja.